I domeve çka muna me I përmend të kësaj tashetëmeve është ajo e para se ta ruan dinin tanë, ta ruan fejnë tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I mësoi shokëve të tij. Një hadith që sjell Abu Davudi dhe Sheikhu Al-Albani edhe Ibn Hajeri kanë thënë hadithi është I vërtetë. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "O ju shokë të mi, atë ju tregojni diçka që ka një vlerë të madhe, ndoshta edhe më të madhe se shpërblimi namazit, ndoshta e madhe kjo shumë, edhe më të madhe se sadakaja, edhe më të madhe se agjerimi." Sa shpërblimit I kena përmend para agjerimin, kush ka qenë këtu? E madh. Për namazin do t'i përmend me inshallah shumë I madh. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam tha atë ju tregoj për një diçka që është edhe më e madhe se kaq. E cila është ajo? O I dërguar I Zotit kur I thanë shokët e pejgamberit alayhi salam, ai tha, kjo është me I pajtu muslimanët. Me I pajtu muslimanët merrsh shpërblim edhe më të madhe që merr shpërblim për një namazi ose për një agjerimi ose për një sadakaje. Shpërblim I madh. Vazhdon hadithi. Tha ndërsa tha, nëse I prish marrëdhëniet, nëse ja prish marrëdhëniet mes muslimanëve, ban fesat çrregullime në mesin e muslimanëve, tha është ruarje. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, e kush është kjo që I prish muslimanët dhe I armiqson mes veti? Janë thashëthëmet. Janë thashëthëmet. E ndëgjova një shokun tënd për ty tha çështu. Nuk gënjeve sen, kompletisht e bën e bartje. Çështu e tha, çështu po ta tham. Amo kjo bëri armiqsi. E pastaj të fundi hadithit ta pejgamberin e prishja marrëdhënieve, e që thashëthëmet po e prishkan marrëdhëniet mes shoqërisë muslimanëve, mes muslimanëve, në mes burrit dhe gruas. Tha prishja e kësaj marrëdhënie, tha pejgamberi, është ruarje. Me një verset tjetër, me një transmetim tjetër, tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, o ju shokë të mi, mos mendoni ju që unë po tham ruarje të flokëve. Nuk e kam për qëllim me thonë ruarje të flokëve, po ruarje e dinit tuaj, ruarje e fesë tuaj. Sa sevapet mund t'i kesh, por veç pse I thashe tha me gji, atëherë sevapet e tua fshihen, të mirat e tua fshihen. Kjo e para prej të këshijave që javë sjell vëllezër të dashur musliman, prej të këshijave që ti sjell ty, pastaj edhe përçamje që bëhen për shkak kësajna, është se ta ruan fejnë tonë. E kjo është rreziku më I madhi, që nesër ti mendon se ke bën dhe ke bën, ke vepru dhe ke vepru, kur delsh para Allahut I ke truar dhe I ke shkrumuar dhe të larguar dhe të fshira veprat e tua të mira. Pastaj është prej të këshijave që ja sjell juve dhe shoqërisë islame krejt, është edhe Allahu Azza wa Jall e ndal bereqetin e tij për qiellit shiun. Kur toka ka nevojë për shi, atëherë dhe shiun Allahu e ndal, nëse në mesin e qasoj shoqërie, në mesin e qatij rrethi, ka njerëz që veç me thashë thonë me mirën. Atëherë Allahu edhe shiun në atë vend nuk e lëshon. E kanë pru një ngjarje Ka'b al-Ahbari, një prej sahabeve, ka qenë një herë jehud, e pastaj ka qenë jehudi, e pastaj ka posë dini islam është dini vërtet, edhe është bo musliman. E ai tregon dhe fjala e tij është në librin Ihya Ulumuddin, dhe thot, ju ndodhi Beni Israeleve në kohën e Musës, kur I mori thatësi e madhe dhe toka të mbjellurat e tyre kishin nevojë për shi. Edhe Musa a.s. e mbledhi popullatën e vetë, të mire, a I njëfke për të mirë, e mbledhi. Edhe ja nisën të ju lutë Allahut, o Zoti I madh, lëshënashi se na u thajtën tokat, lëshënashi një herë, një kohë të gjatë. Deri sa dikur I tha Allah Azza wa Jalla, Musa, unë e ty dhe ata që janë me ty që po më kërkoni shi, nuk ja lëshoj. Tha pse o Zoti I madh? Tha sepse në mesin tuaj është një njeri që thashë thamet ai nuk I ndal kur.
për shkak të ti shiun në tokat e juve nuk janë shai. Apo e vreni pse ka njëherë edhe në rrethin ton kur është e nevojshme shiu edhe nuk bjen, sepse në mesin ton nuk unë jo, po në mesin ton ka dhjetra mos thamë edhe qindra për atyre që veç me thashë tha me miren. Atëherë Musa tha, o Zoti i Madh, nëse qenë ka qështu, na po vuajshmi për shkak të një njeriu ky rrethi jon, po vun arat tona, të mbjellurat tona, po vun për shkak një njerit, a ka mundësi më tregu cili është? Veç tregam të thoj, që kjo është barci i fjalëve? Thashe ta me gjiu që kë, tha unë heki pe shoqërisë, bilin let na vjen tha bereqeti shiu. Allahu Azza wa Jalla tha o Musa, tha unë e bona haram, thashe tëmet, e si po me ndën ti që unë Allahu e baj thashetame në vetë, unë e mirë në me thashetame kër unë e bërë haram atë, si po me ndën kështu Musa e ndari kërkesen, atër tha o populli jam, Allah i le poshtë Zotin e madhë, pëndohuni, kush për juve është që vish me thashetame, po mje se shkaku i ti, nuk po zberet shiu bereqeti, e Allah s'po më tregon cili është që ta kapi bilet ta qes jashtë shoqërisë të në krejt. Kur e panë qështja që shkoka, u pëndu edhe aj që u mirke me thashetame, e Allahu ja pranej pendimin dhe zbriti shi në vendin e tyre. Apo e vrin se sa e dëmshme është më u mirë me thashetame, sa e rrezikshme është për ty, por edhe për shoqërinë tonë dhe kreshër shoqërisë komplet i lëshën ti. Ose shkaku jëtë krejt shoqëria rreti që të rrethën, e vujnë dënimin e kësajna.